Lajme, kultur, mod, showbiz, art, NEE News. Tirana është gati të përjetoj një nga momentet më të mëdha në historinë e saj kulturore dhe artistike. Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka kënaqësinë të ndajë lajmin për organizimin e një prej ngjarjeve më spektakolare muzikore ndërkombëtare të zhvilluara ndonjëherë në Shqipëri, që do të mbahet me datë 11 korrik 2026. Artisti me ndikim global Kanye West do të ngjitet në skenë për një performancë unike, One Night Only, ose ndryshe në Shqip, vetëm një natë, duke sjellë në vendin tonë një produksion gjigant të standardeve më të larta botërore. Si një nga artistët më ndikues të kohës sonë, Kanye West ka formësuar për mbi 2 dekada muzikën, modën dhe kulturën globale. Diskografia e tij përfshin albume ikonike të ndryshme, të cilat dëshmojnë një evolucion të vazhdueshëm artistik dhe një kërkim të pandërprerë për forma të reja shprehjeje. I njohur për qasjen e tij novatore dhe performancat që sfidojnë kufijtë e zhanreve, ai vazhdon të rishkruajë standardet e spektaklit live në skenën ndërkombëtare. Eventi do të zhvillohet në një hapësirë të dedikuar enkas për këtë performancë. Eagle Stadium, një stadium i përkohshëm me kapacitet prej rreth 60.000 spektatorësh, i ndërtuar përgjatë aksit Tiranë-Durrës. Prania e tij në Tiranë përbën jo vetëm një moment të rëndësishëm për publikun shqiptar, por edhe një mundësi të jashtëzakonshme për të rritur profilin ndërkombëtar të vendit përmes industrisë së eventeve dhe turizmit kulturor. Ndalemi vetëm edhe për pak minuta në po të njëjtën temë. Qëndrojmë tek Kanye West, por ndryshe nga ajo pjesa e parë, tek pagesat që merr ky reper. Për një koncert ndryshon shumë varësisht nga vendi, madhësia e eventit dhe kontrata, por shifrat e raportuara në media tregojnë një lajm të qartë. Sipas burimeve të industrisë së muzikës, për shfaqje të mëdha, ai ka kërkuar rreth 4 deri në 5 milion dollar për një koncert të vetëm. Në raste të tjera të dokumentuara, tarifa e tij ka shkuar edhe deri në rreth 8 milion dollar për performancë. Shifrat për një pagesë të Kanye West në koncert janë të jashtëzakonshme, por a është kjo shifër e jashtëzakonshme edhe për Shqipërinë? A ka Shqipëria buxhet të paguajë miliona dollar Kanye West, reperin i cili me 11 korrik 2026 për herë të parë do të shkel skenën e Shqipërisë? Një imazh misterioz me një dele ngjyrë roz ka ndezur rrjetin, duke ngritur shumë pikpyetje tek fancat. Postimi i publikuar nga llogaria 360 Music u shpërnda menjëherë dhe krijoi diskutime të shumta, por detaji kryesor që zbulon kuptimin e tij është tek etiketimet në foto. Në imazh janë etiketuar vet Gjesti dhe bashkëpunëtori i tij, DJ Gimbo, gjë që ka konfirmuar se bëhet fjalë për një projekt të ri muzikor nga dyshja në fjalë. Fansat kanë reaguar menjëherë me komente dhe teori të ndryshme, duke kthyer postimin në një fushë të vërtet kurioziteti, ku delja roz në këtë rast është bërë simboli i projektit të ri. Sipas informacioneve që kanë qarkulluar më herët, artisti po punon për një EP, për një album të ri me disa këngë të reja që pritet të publikohet së shpejti. Ky projekt shihet si një hap i ri në karrierën e tij muzikore dhe një rikthim i fortë në skenë.